Përshëndetje, jam këtu me zotin Erin Gjoni, i cili është themelues i birrës Epos, birrë shqiptare. Të lutem, na fol pak për historikun e birrës Epos. Atëherë, së pari, bira Epos është një birë që sjell një emër shqiptar në tregun tonë, sepse ne duam të sjellim historitë e Eposit të kreshnikëve në tregun shqiptar. Këtë gjë përfaqëson edhe brandi ynë. Ne kemi në treg në nëntor të vitit kaluar, kemi filluar shitjet e para. Aktualisht jemi në muajt e parë të prezantimit tonë në treg. Këtu në Panajër ne erdhëm për të pasur një ekspozim tjetër, shtesë, në mënyrë që konsumatorët tanë edhe këtu në Lushnjë ta shikojnë, ta provojnë dhe ta shijojnë birrën, duke u njohur me brandin, duke u njohur me produktet tona. Ne aktualisht jemi në treg me 3 tipe birash. Kemi një lager, kemi një wheat beer, kemi dhe një hazy IPA. Formatet që ne i shesim është në shishe 33, kanaçe 05 dhe fuqi 30 litra. Pra, ka filluar të shpërndahet në të gjitha supermarketet e Shqipërisë, apo ju jeni më shumë me lokalet, me këto Ajo është një gjë mix. Ne jemi në lokale, në restorante, jemi në Tiranë, Durrës, aktualisht në Shkodër, me distributor në Elbasan, edhe në pjesën e jugut të Shqipërisë, që është Vlorë deri në Saran. Shtrirja jonë do jetë hapasapi, sepse normalisht një fabrikë e re, një produkt i ri kërkon kohën e vet për shtrirje. Ajo që ne jemi shumë të lumtur është që bira na është pëlqyer shumë, konsumatorët e kanë shumë qef, edhe jemi optimist. Kjo është fitoria më e madhe. Po, jemi optimist. Fabrika juaj ku ndodhet dhe cilat janë vështirësitë më të mëdha, le të themi, të bërit një birrë shqiptare? Fabrika jonë ndodhet në Ersek. Ne kemi disa specifika shumë interesante që na ndihmojnë edhe në cilësinë e produkteve që ne kemi, sepse fabrika është e pozicionuar diku te 1030 metra mbi nivelin e derit. Uji që ne marrim është nga një burim natyror nga mali Gramozit, diku te 1400 metra mbi nivelin e derit. Mund të them që është një nga top 10 fabrikat në lartësinë më të madhe në Europë, mbi nivelin e derit. Kjo na bën specifik sepse cilësia e ujit ndikon edhe në cilësinë e birrës. Vështirësitë pastaj janë në tregun shqiptar janë të mëdha, sepse konkurenca është e madhe, produktet e importit janë shumë kompetitiv. Ne gjendemi në një situatë ku duhet të luftojmë me cilësinë, sepse është e vetmja mënyrë që ne të jemi kompetitiv dhe duke ruajtur çmimet kompetitive. Ky është një sfidë që është e përditshme për çdo prodhues në Shqipëri, por ne jemi të angazhuar që ta ndërmarrim këtë sfidë dhe ta çojmë me sukses. Pse mendoni se panajiret të këtij lloji janë të rëndësishme edhe për ju si fabrikë? Çdo panajir është i rëndësishëm sepse ne këtu takojmë partnerë të mundshëm, takojmë furnitorë të mundshëm, takojmë dhe konsumatorë të mundshëm. Sepse në industrinë tonë çdo individ është edhe konsumator i një gote bire. Kështu që duke ardhur këtu, duke u prezantuar këtu, ne kemi mundësi që njerëzit ta provojnë birrën, ta shijojnë, të marrim një feedback të drejtë për drejtë. Dhe nëse kemi gjëra që duhet i përmirësojmë, kemi mundësi t'i përmirësojmë. Ajo është edhe më e mira, do me thënë konsumatori, klienti e jep atë verdiktin final. Po, në industrinë tonë, në industrinë e birrës, panajiret konsiderohen në kategorinë e eventeve, dhe eventet për ne janë një mjet marketingu shumë i rëndësishëm, është një nga mjetet tona më të rëndësishme të marketingut, sepse për një prodhues të ri dhe të vogël siç jemi ne, kostot për të marketuar janë shumë të mëdha në televizion, në radio e tjerë. Kështu që këto janë disa momente ku ne shfrytëzojmë këto hapësira dhe shfrytëzojmë mbledhjen e njerëzve për të prezantuar produktet tona. Unë falenderoj shumë dhe shumë suksese në vazhdim. Faleminderit juve për kohën edhe për intervistën.